Çfarë ka ndodhur me gjuhën shqipe këto vite, këto dekada të fundit? Ku po shkojmë në fakt? Gjuha që flitet në një shoqëri është një qenie e gjallë që evolon bashkë me shoqërinë dhe që reflekton të gjitha ndikimet që kanë njerëzit që e flasin. Kjo gjuhë mund të jetë shumë e cënueshme kur ata që e flasin nuk kanë ndërgjegjen gjuhësore për t'i bërë të gjithë këto element të bashkëjetojnë pa prishur thelbin e asaj gjuhe. Detyrën kryesore këtu e kanë profesionistët e medias, apo e bëjmë ne si profesionistë të medias si duhet të punë, kemi në ndërgjegje gjuhësore, kam frikë se jo. Televizioni, por sot përballet si çdo gjë tjetër me një element që nuk e kontrollojmë dot më, që janë rrjetet sociale, të cilat kanë futur kode të reja që nga shkurtimet. Pra, është një periudhë që jo vetëm gjuha shqipe, po dhe gjuhë të tjera shumë më të mëdha se sa gjuha shqipe, po përballen me këto fenomene. A ballafaqohesh me gjuhën e ashpër të urrëties në rrjetet sociale? Po patjetër. Sidomos kur është një grua në leadership, Patjetër. nuk kursehen fare. Fare, unë besoj që nuk kursehen me asnjë, por kur është një grua, edhe ndërkohë mbas sa më ashpër, vulgare, seksiste të jetë gjuha që përdoret, aq më shumë zbuloj burrat e pafuqishëm dhe burrat e dobët që i përdorin ato. Mbas tasteve dhe mbas ekraneve. Vetëm burrat e dobët përdorin dhunën edhe vulgaritetin në gjuhë në komunikimin publik. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.